Sa ajo vërgjine ma? Ajo është lavire, e ka shitë nderin moralin e saj. Lavirja në të martohet me laviren dhe laviri le të martohet me laviren. Në opinion e ka fjallën me keqja, tash be thonë, duhet me thonë, i thonë kurva saj. Disa janë të lindur të tillë, disa i bëjnë njerëzit, e disa ja mohojnë vetvetes këte për mbretërien e qiellit. Njerëzit kanë pasur edhe probleme serioze në këtë aspekt, mos tonë të thotë ka ardhur deri tek vrasjet në mes të familjeve. Të shkelje drejtave të njerëzit. Si fenomen është shumë i shumtuar. Është menduar që kjo temë i takon së kaluarës, por vigjëria tek femrat mbetet edhe sot dëshmia kryesore e ndershmërisë tek to. Këto që kanë bo punë të fliqtat zinas, këto raspia dhe kurva, çdo femër që bën akt intim, pa niqa, pa kuro, sipas dispozitat islamit është raspi dhe kurvë. Këtë epitet u jep feja të gjitha atyre vajzave që kanë kryer marrëdhënie seksuale para martese. Por edhe me kanon, humbja e virgjërisë cilësohet pa ndershmëri dhe është e dënueshme. Be thonë, duhet me thonë, i thonë kurva saj. Të ndodhura mes jetës moderne dhe traditave të vjetra, vajzat në Kosovë kanë gjetur zgjidhje. Ato nëse duan mund t'i bëjnë të gjitha dhe në fund të mbesin të virgjëra. Njollat e gjakut në çarshaf janë dëshmi për këtë. Në Kosovë ka shumë spitale që e kryejnë ndërhyrjen kirurgjike të quajtur himenoplastik, e njohur në popull si kthem i virgjinitetit. E ky proces kryhet shumë lehtë. Mjafton të kesh para dhe për 10 minuta punë virgjëria kthehet në vend. Gazetarja paraqitet si kliente e interesuar për himenoplastik. Çmimi për një intervenim të tillë sillet prej 600 deri në 1000 euro. Sa parë po 600. Ma lirë s'ka. 600. Ma lirë më veç maksimumi ndoshta. Por, çmimi mund të ndryshojë nëse insistimi është i madh. Ndoshta ajo është himenoplastika, ajo është një procedurë që është edhe ndërhyrje kirurgjikale edhe ti be bën për me mbuluni diçka që është shumë e rëndësishme në jetë, jetë të kuptuar. Për këtë arsye, gazetarja paraqitet sërish në të njëjtën klinikë për të negociuar çmimin i cili sipas mjekëve të kësaj klinike është shumë i lirë krahase me rëndësinë që ka ky operacion. Ku më mund të dëgjoj 200 euro po? Ja. Asgjë e më Megjithatë, marrëveshja finale rezulton me një çmim prej 500 euro për këtë intervenim, të cilën ginekologu i kësaj klinike e kryen në çdo moment. Të 100 muaj me të jetë. Hajde maksimumi, mund shumë 100, të jemi la po 500, ma të jemi se diskën, në të mund është në gjithë. Alo, përshëndetje. Kanë orientu të ju për himenoplastik, dhe është a me ditë, a mëjna mu taku një ditë? Mund është në orë las dite. Ku e keni? Orës 3 dhe në orë 7. Po, mi sirë një qatë që dhe në orë, se të rëndë të faktishtë të fazoj kurë. Okej, faleminderit. Qatë që dhe në orë, dhe është 8 orës 3 dhe në orë 7. Okej, nësa mu i visat. Nëse vjen sot, sirë pak përpona, para prakisht kalëgjej. Edhe në këtë klinikë që ndodhet në periferi të Prishtinës, kryhet me lehtësi himenoplastika. Mjekët janë në dieni që kjo veprimtari nuk është e lehtëshme, prandaj kanë kujdes të shtuar kur pranojnë pacient. Për shërbime është amër më të ty, himenoplastikën a e kryni këtu? E para që kërkojnë është ndonjë dokument identifikues para se të nisë pranimi. A mujnë me bua ju himenoplastikën?
Së më vëshdesh me ditë diçka që më mos e najsan. Në këshyra për më konvenon paka shumë. Dhe nëse klientët nuk duan të ofrojnë këtë dokument për shkak të ndjeshmërisë, stafi këtu nuk të lën pa një adresë. Kena do të mja kujtësor që vinë në ndërkohën kujtëstari. Me ta push numrin e tyre një onit se sa di një doktorish ka thonë që për të tashtë në këtu. Alo, përshëndetje, doktoresha të uta? Po, deshta me të pytë për himenoplastikën, më kanë orientu të jo? A mëjna mu taku një dëtë? Nesër pas ditë, zemër. Nesër ka ora 3 takuar. Por, kur e njëjta doktoresh kontaktohet nga televizioni për të pyetur nëse ajo mund të kryej këtë intervenim, ajo jep një përgjigje krejt tjetër. Alo, përshëndetje? Po? Jam Arlena po thras prej Gazetës Ekspres. Prej kaj? Gazetës Ekspres. Po? Apo të pëngëj diçka? Jo. Deshta me të pyet jam të punu një temë për himenoplastikën, deshta me ditë a kryet në ordinancën e juve ky shërbim? Jo. A është jashtëligjshme pse nuk kryet në ordinanca private? Jo, po nuk kryet, në spitale private ndoshta kryet. Nuk e di lidhe me ligjin, nuk kam shumë informaciona. A keni kërkesa tilla jo? Çka të them? Himenoplastika nuk kryet vetëm në ordinanca ginekologjike apo spitale. Ajo bëhet fare lehtë edhe në qendra estetike. Televizioni shtat ka vizituar një të tillë në Prishtinë, në broshurat e së cilës nuk figuron se ky shërbim kryhet aty. Por, në praktik, kjo ndodh. E di që tani operacione plastike veç a përfshihet edhe himenoplastika se po ndodh. Ama a e dini ju për afërsisht sa për çmime krejt doktorisht, e tregon. Krejt si na çmime. Për çmime kjo është diçka që asnjë pacient që është vërtetë nuk don me bisedu me neve. Bisedon direkt me doktorishë. A dhe na rreth këtyne, aty kur nuk po të sjellin interesit. Si na intereson. Veç më në si vodë, domethënë më po. Kena shumë, pa merak. Me gjithë gatishmërinë për ta kryer këtë intervenim, doktoresha ndryshon qasjen kur ajo telefonohet nga televizioni. Qasja ndryshe pati kur u pyet zyrtarisht për veprimtarinë që bën. Jam Arlena, po thras prej Gazetës Ekspres. Po? Jam të punu një temë për punën e himenoplastikës, deshta me bëha kryet në ordinancën e juve. Ju lutem një paket zonë, bën? A mund është një po ose jo, një konfirmim? Jo, as një përgjigjen. Por, a ja vlen gjithë ky investim? Shkon e bën zina, e tani shkon të mjeku me kthye virginitetin e saj për 300 euro apo 200 euro, e mjeku me e bën prap virgjine. No. Nein.